Allahu Akbar. Të mërkurën të gjithë besimtarët musliman festojnë Kurban Bayramin. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, përsolli mesazhin tradicional të urimit, duke nënvizuar se kjo festë vënëndukje vlerat e sakrificës, përkushtimit ndaj Zotit dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit. Kurban Bayrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam. Është festa e sakrificës, e bindjes ndaj Zotit, e solidaritetit dhe e dashurisë për njeriun. Kjo festë na fton të reflektojmë më shumë për njëri tjetrin, të jemi më pranë familjeve tona, më pranë të moshuarve, njerëzve në nevojë, jetimëve dhe çdo zemër që ka nevojë për mbështetje e shpresë. Spahiu bëri thirrje për më shumë mirëkuptime njëri tjetrin, teksa uroi që kjo festë të sjellë gëzim, shëndet dhe begati në çdo familje. Në prag të festës së madhe të Kurban Bayramit, kam kënaqësinë dhe nderin që në emrin tim personal dhe në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, t'ju përcjell urimet më të përzemërta për paqe, mirësi, begati dhe harmoni në familjet tuaja. Falja Kurban Bayrami do të bëhet herët në mëngjes në bulevardin Dëshmorët e Kombit.